Disa punime kërkimore në fushën e teknologjisë, kryesisht të inteligjencës artificiale, të realizuara nga studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, u prezantuar në konferencën studentore me temë Teknologjia dhe ndikimi i saj në ditët e sotme. Punimet pasqyronin qasje inovative dhe praktike mbi përfshirjen efikase të teknologjisë në fusha të ndryshme. Është zgjedhur kjo temë për shkak se teknologjia kuptohet që është më e pranishme se kurrë në jetën tona. Mund të themi që është ndikim masiv, sidomos te tri dhe brezionë sot. Prandaj është edhe si tip ndërgjegjësimi kjo konferencë në mënyrë që studentët dhe brezërit të kuptojnë se duhet me kufizim çdo gjë, jo domethënë vetëm të varremi nga teknologjia për ta përdorim në mënyrë më të mirë të mundshme atë. Ne trajtojmë më shumë te cilat janë risitë e teknologjisë dhe si vjen në ndihmë edhe personave me aftësi të kufizuar, të cilët nuk mund të lëvizin gjymtyrët. Në përshëndetjen e tij gjatë konferencës, rektori i Universitetit të Shkodrës, Toni Ngjuraj, theksoi se integrimi sa më i hershëm i inteligjencës artificiale në kurrikulat akademike përbën një nga prioritetet kryesore të institucionit. Sfida jone është të mund të përfshijmë sa më tepër inteligjencën artificiale në kurrikulat tona të fakulteteve të shkencave shoqërore, në ekonomi e me gjerë. Në këtë vit akademik, inteligjenca artificiale është përfshirë si pjesë e kurrikulës së programit master në Departamentin e Informatikës në Universitetin e Shkodrës, ndërsa synimi është shtrirja e saj në të gjitha programet e shkencave të natyrës dhe e me gjerë.